Zyrtarizimi I nisjes së punimeve për ndërtimin e autostradës së re Tetov-Gostivar bëri bashk gjithë kabinetin qeveritar, edhe ata që nuk janë më bashk. Përveç zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s, në përhajër të nisjes së autostradës erdhen edhe liderët e partive shqiptare në pushtet, Izet Megjiti, Bilal Kasami e Arben Taravari, me të cilin deri pak kohësh e ndanin koalicionin bashk. Edhe pse në të njëjtën hapësirë, Taravari me liderët e tjerë të Vlenit u pozicionuan në vende të ndryshme e nuk shkëmbyen asnjë fjalë. Në promovimin e këtij projekti, kryeministri Kristian Mickoski nuk harroi të lavdëroi veten, duke thënë se është vizionar dhe e tha se veprat e tij do të mbeten gjatë në memorien kolektive të qytetarëve. Nije deneska gradime idinina, nije ne zboruame za minatut, nije ne sme zarobenici na minatut. Nije sakame deneska da projektirame što će bide vo 27-ta, 28-ta, 30-ta godina. Političarite koji što imaat vizije i koji što gledaat vojdninat i gradat vakvi dela, to se političari koji što će bidat zapomneti i političari koji što nikogaš nema da izlezat od kolektivната memorija preko svojite dela koji što će gi ostavat na građanit. E zëvendës kryeministri Izet Megjiti nuk la pa thumbuar kundërshtarët e tij politik. Do të na matni me kilometrat e përfunduara, jo me fjalë e harxhuara. Themeli I sotëm është një simbol I asaj politike veprave e jo e frazave boshe. Korridori 8 është më shumë se një rrugë. Është një artere evropiane që lidh Adriatikun me detin e Zi, e lidh zemrën e Ballkanit. Vendimi im strategjik është I qartë. Maqedonia përfundon seksionin e saj e sjell Europën në Ballkan dhe Ballkanin në Europë. Ambasadorja amerikan në vend Angela Geller tha se ky aks rrugor është e një rëndësie strategjike. Important it is to pick the right partner. And I think that we have seen with Bechtel Enka that they certainly have been the right partner, and the citizens and the people of North Macedonia are for us also the right partner. So thank you all. Congratulations to all of you. And enjoy the beautiful weather. Thank you. Ministri I Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski premton se kjo autostradë do të jetë e gatshme për 2 vjet e gjysmë. Това значи дека отвараме фронт за работа на делницата Тетово-Гостивар од 17,5 км, Гостивар-Бокојчани 14,7 км и Прилеп-Битола 29 км, или некаде планот е до ова лето активно да се работи на изградба на автопати во рамки на коридорите 8 и 10 од некаде 65 до 68 км, што мислам дека ќе се согласите сите е огромен прогрес. Тајната е многу едноставна, се вика работа и поддршка. Kjo autostradë do të jetë në gjatësi prej 25 kilometrash dhe do të kushtoj 90 milion euro.